mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Socialiste ishte tërësisht e fokusuar tek agjenda jonë parlamentare, tek pjesa e raportimeve të pjesa e përmbushjes detyrimeve në kuadër të procesit të parafrimit legjislacionit dhe po ashtu në cilësinë e kryetarit të grupit parlamentar kam informuar grupin parlamentar mbi qëndrimin që do mbajmë edhe me disa kërkesa që kanë ardhur me debate, sikurse kam pasur një komunikim me ju javën e kaluar në fund të konferencës kryetarëve dhe tani mund ta ndaj me ju që sa i përket një kërkese për mocion me debat mbi disa siç janë formuluar, pra disa kërkesa nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të lexuara nga protesta, e kam thënë dhe duhet ta rishpreh, as nuk e pranoj dhe as nuk e njoh Partinë e Saliut interlokutor mes nesh dhe protestuesve. Dhe ndërkohë pozicionin tim personal e dini fare mirë lidhur me këtë protest, respektoj të gjithë ata që dolën protest për çështje që lidheshin me shqetësime, dyshime lidhur me respektimin e normave mjedisore në një investim të domosdoshëm jetik për ekonominë e vendit në Zvërnec, një investim që do të bëhet domosdoshmërisht sepse është një mundësi e madhe për Shqipërinë që vjen një herë, nuk e di në sa dekada, dhe ndërkohë e kam thënë edhe në qëndrimet e mia, edhe në komunikimet publike përmes rrjeteve sociale, brenda kësaj proteste janë përfshirë dhe element që nga dita e parë, që kur e fryn këtë tullumbace që pothuajse ka plasur tani më, duket qartë që janë interesa që lidheshin me konkurrencë. Këtu nuk kemi të bëjmë thjesht dhe vetëm me një protest që lindi për një rast për cilin unë besoj që të gjithë ndajmë të njëjtin shqetësim. Ajo dhunë në Zvërnec ishte një dhunë e papranueshme. Ai grush nga një qytetari, pavarësisht qoftë ai, ishte e papranueshme. Sot atë çështje e kanë harruar dhe ata që për cilën u ngritën nuk flasin më. Të vetmit që flasin për ato jemi ne. Pra, për arsyeën pse filloi protesta jemi ne. Shko, e para është për këtë çështje ua kam sqaruar dhe nuk dua t'i kthehem më komenteve për të ushqyer një telenovel që nuk pëlqen. Një njeri që nuk di të respektoj ata që e kanë zgjedhur dhe duhet ju them, personin fjalë e ka zgjedhur Partia Socialiste e Shqipërisë. Të dorëzoj mandatin Partisë Socialiste të Shqipërisë, se ja ka dhënë Partia Socialiste të Shqipërisë, nuk është një person i votuar drejt për drejti, dhe kur të votohet drejt për drejti ka drejt dhe të përdorë mandatin. Zoti Balla, në një postim në